Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dërum, sistemi komunist i cili e ka luftu fen dhe gjdo send që ka të pas të boje me fen është mundu të zavencoje me festa pagane apo festa të cilët s'kan të bëjnë me fen e vërtet. Dhe njëkohësisht sistemi komunist i inspirum nga Karl Marxi, i cili ka qenë një satanist, ka qenë një mason, një ateisti fllesht, duke marrë inspirim prej këtij, i ka zavencu edhe festat fetare me festa pagane apo festa që s'kan të bëjnë me fenë e vërtet. I ka masku festat pagane me një emër të ri, po prapavia e tyne ka qenë përsëri pagane. Rast konkret është festa e një majt. Festën e një majt, më shumë ti që i ka dhanë hapësirë dhe që e ka shti si festë shtetërore, ka qenë sistemi komunist. Jo rastësisht Rusia e para e ka shpall një majnë si ditë e punëtorit. Pse nuk u bo ndë një shtet Evropës, pse nuk u bo ndë një shtet tjetër, po bashkë Rusi, ku Rusia ishte qendra e marksizmit. Dhe ata e vëndun një majnë si fest shtetërore. Po qka u fshifte pas një majtë, me të vërtet, se nuk ishte bashkë interesi i një majt apo dita e punëtorit të madhnohet. Çfarë dita ata dojshin të madhnojnë? Dojshin të madhnojnë ditët pagane të cilët kanë qenë të përhapura në të kaluamën. Dhe ato data t'i ringjallin, po jo duke ju thonë si u kanë thonë përpara, po duke ju ndryshu emnin. Pejgamberi alayhis salam na paralajmëroi xhamat se kur do vije koha, njerëzit do ta quajnë haramin me emnat ndryshëm. Nuk di thote devim, di thote mod. Nuk i thot alkohol, d'ja vene një emën. Nuk di thote zina, d'ja vene një emën. Çdo sendi t'ja vendon ka një emën. Që ndryshoj që njerëzit kur ta përmendin, nisin të mendojnë se po nuk ka na bash ajo çka është haramja, po? Nuk di thojmë komar, di thojmë sportska. Gja ndryshoj me emnin, kryesorja njerëzit të ndihen ma rahat, që t'hinë aty, edhe mëse haje vetin shumë se ku ka hi. Dhe njëjt veprun edhe me festat. Nuk dhe e qujmë një majnë më fest pagane e shtrigave të Evropës, po dhe e qujmë feste e punëtorve. Dhe këtu filloj që në për Evropë të përhapët si fest, si dit jo pune, a ne muslimanët, si ai peshki që mbashtrohet mbas krimit që është e udica aty, më njëherë shkon e kapët. Më njëherë shkoj me kap mi ngrep aty. Se po jesim ne pa e festu, se si mos e festojmë ne, s'ka shiret, nuk ka hjeshi parki sarajt si më dalin muslimanët. Se ne shkojmë xhamat e bëjmë gjithat gushva aty, nuk vajnë bash halis ke shkije që ato. Nuk janë shkije. Që nga rendim si ai peshki i verbët shkoje ma shpejt pëse po jetë pa e hangër atë krimin. Ama i krimi e ka një grep aty. A i krimi nuk e ka qëllimin të të shqeje, po të të krehe ka veti. Dhe kështu xhamat e bon ato, këtë sistemin e ndrimit të festave pagane me emna të ri, dhe pejgamberi alayhis salam edhe për këtë na paralajmëroi. Çka tha? Dë shkojni tha mbas të hujve hap pas hapi. Sa që tha të hujt, nëse tha dëdojnë, tha të hynë, tha në gole të zhapinit, edhe ju tha dëdojnë të hynë mbas atyne. Tha një Rasulallah, a mbas jahudive në krishterve, tha dëshkojmë? Pejgamberi sa po, kanë tha tjetër. Mbas atyne, tha kini shkojni. Në atë kos mund shin sahabët të imaginojnë se dë vije muslimani, të shkojnë mbas jahudise në mbas krishterit. Su hite në kryje. Ama sot e shohëm, sot hien kryje. Pse? Se muslimani një maj ja u feston si irbaskave festën. Muslimani ja feston Shën Valentinin. Muslimani e feston Shën Gjergjin. Muslimani e feston Shën Mitrin. Muslimani e feston Shën Nikollën për vitin e ri.
Do thot krejt festët e popave i festojmë. S'kina lon pop pa e sajdis. S'kajnë të në lipin hak, ja, në ditën e gjikimit të popët, s'kajnë hak me në kur gjan. Së në thojnë vejmë, s'na nderut me kur gjan. Një vala me qindra, vjetëva kina festu, hitë s'ka që jese hatri. Popët bile ma shumë dhe jenë të knaqët me në musliman se me atë gjematin e vetë. Se s'kina lon vjetë pa va festu as një shejtor. E gjemat një maj kam betë. Një maj, para se t'jese ditë e punëtorit, para 100 vjetëve që ka njës të festohet e diçka, festa një majt ka qenë para qindra vjetëve në Evropë e festume. Në Evropë, druidët e Irlandës kanë qenë magjistarët më të njohët në Evropë. Si hirbazët më të njohshëm në Evropë kanë qenë druidët. Këto kanë pas selin në Irlandë, pas ajo përhap edhe në pjesën e veriut, po më tepër në Irlandë. Do thot, nuk ka pas si hirbaz si druidët. E festa më e madhe e druidëve ka qenë një maj. Çka kanë bo ato me një maj? Kanë dalë natyrë, kanë vu ushqim, kanë lujt vale, edhe kanë dhe qështu. Çka bëhet sot në park? Dilët aty, shifët natyra, bëhet muhabet, hungjët edhe luhët, apo? Çka kanë bo ato edhe ne? Po më hoxho, ne nuk e bëjmë si ato. Po gjema, tash kur ta vejën e kryqin qaf, po çka kjepe ke? Po valla, nuk jam unë e kryshter, po e kon vu për hije, i heshëm ishte mu begenis, e kon vu për hije, ama nuk jam unë e... Gjema, atëher edhe kërsta të nisëm t'i vejmë qaf, se pas ka mund në qëllim. S'ka lidhje e qfar qëllimi kije. Puna është ti a jetë u bo isto si kuraj, njejtë si kuraj, jetë u bo. Çka bën aj, bën edhe ty. E po, çka do tjetër? Për pos këty në gjemat, një maj është edhe ditlindja e Illuminatit, që është një prej organizatave sataniste, e cila sot nuk ka politik botërore që nuk e kontrollon. E formimi këtyne ka qenë me 1 maj 1776. Dhe Karl Marxit, duke qenë pjesëtari këtij grupit, e shtif që të festohet 1 maj si festë shtetërore. Pra, nuk është në pyetje punëtori që punon në ndonjë institucion, po bëhet fjalë xhamat e drejta të madhnohet punëtori i këtyne grupeve. Ato për punëtorët e vetë e kanë fjalën, nuk e kanë për punëtorët tjerë. Se secili shtet ka një numër të madh popullatës pa punë. Shtetet tjera dalin protesta, bëjnë me 1 maj, se s'ka punë, ose punëtorët rrogët e dopta, te ne festohet, dhe dalën park që e fimohë, kënë Terezine. Jo gjema, si ka si ato në Evropë, në Gjermani bëhet protest 1 maj, në Angli bëhet protest 1 maj, te ne 1 maj dhe dalëm dhe festojmë. Na kam bet festa neve. Po ashtu, dhe përfundoj gjema. Keni sidomos ju trit, hini në internet, shkruajni në Google festat sataniste. Dhe do t'ju dale lista e festave sataniste. Kush janë satanistët? Satanistat janë njerëz të cilët shejtanit i thonë Zot, i lutën shejtanit, i besojnë shejtanit. Dhe shkruajnja dhe shifnja se cilat të dale një ndër festat kryesore atyne. 1 maj është festa kryesore atyne. E xhamat që këto jemi të i madhnu, ama ata na i kanë terru syt, na i kanë mshel syt, ne mendojmë se ditën e punëtorit dalim te parki. Jo. I e te dal te festu një fest të shejtanve, një fest të sihirbazve, një fest të masonve, i e te festu. Prandaj nuk kje që ka të lipish parkin, nuk e merë kërkushit 365 dit. Cel vjetin e kje parkin që ati nuk del, me 1 maj dhe nga rende që ati. E jo xhamat, që dit mës nga rende. Bofmi pak gjelos për fejnë ton, bofmi pak të arrujmë fejnë ton, dhe mës nga rendim si ato delet në bas njëna qetrës, shkon njëna dhe 100 delë në bas asaj. Edhe ne që ashtu jemi të shku, një shkon, ke qerën në bas. Nuk duhet me u bot dele, Allahu na ka dhënë mend, bofmi të mençët dhe të mundemi të dallojmë bardhën prej xezës dhe halalin prej haramit. Në këtë mënyrë Allahu do të na doje dhe do të na ndihmoje. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.